Pas vizitës 2 ditore në Dërmi, kryeministri i Shqipërisë Edi Rama është ndalur në qytetin e Vlorës në një prej restoranteve lokaleve në zonën e plazhit të vjetër. Rama, i cili ka mbritur vetëm pak minuta më parë, mësohet se do të takohet me deputetët e qarkut të Vlorës, por edhe me kryetarin e bashkisë. Në fokus priten të jenë zhvillimet apo edhe situata politike në qytetin e Vlorës. Kryeministri Edi Rama ka zhvilluar një takim në qytetin e Vlorës me deputetët e qarkut dhe përfaqësues të administratës së bashkisë. Rama kishte mbritur në Vlorë nga Dërmiu, ku ndodhej prej datës 14, rreth orës 11:15. Ai u drejtua zonës së plazhit të vjetër, ku prit nga ministri i shtetit për marrëdhëniet me parlamentin dhe deputetja e qarkut Riona Ismaili, si dhe kryetaria e bashkisë së Vlorës Brunilda Mersini. Takimi zgjati rreth një orë dhe gjatë diskutimeve, kryeministri u ndal te projektet që po zhvillohen aktualisht në qytetin e Vlorës, si dhe te përgatitjet për sezonin e ardhshëm turistik. Në fokus të bisedës, ecuria e investimeve publike dhe rëndësia e koordinimit mes pushtetit vendor dhe institucioneve qendrore për përfundimin në kohë të projekteve. Gjatë fjalës së tij, Rama theksoi se Vlorës i është kushtuar një vëmendje veçantë vitet e fundit përmes investimeve në infrastrukturë, turizëm dhe zhvillim urban. Ai nënvizoi se këto projekte kanë ndikim të drejtë për drejtë në rritjen e potencialit turistik të qytetit dhe në përmirësimin e shërbimeve për qytetarët dhe vizitorët. Kryeministri kërkoi nga kryetaria e bashkisë që për çdo investim apo projekt të ri në qytet të kërkojë bashkëpunimin dhe mbështetjen e ministrive përkatëse. Sipas tij, ky koordinim është i domosdoshëm për të përshpejtuar realizimin e projekteve dhe për të garantuar që ato të përfundojnë brenda fateve të parashikuara. Në prag të sezonit turistik, Rama theksoi gjatë takimit me dyer të mbyllura gjithashtu nevojën për masa konkrete që lidhen me menaxhimin e hapësirave publike, përmirësimin e shërbimeve dhe garantimin e standardeve të pritjes për turistët. Ai shtoi se përgatitja në kohë e infrastrukturës dhe e shërbimeve është thelbësore për të përballuar fluksin e vizitorëve që pritet gjatë muajve të verës në Vlorë dhe në zonat përreth.